Dhe nëse rruga duhet të zhvendoset, kush do ta paguajë rrugën e re? Ministrisë së Mjedisit atëherë edhe kanë qenë të informuar. Përgjegjësia për planifikimin dhe zbatimin e investimeve infrastrukturore i takon institucioneve përkatëse të qeverisë Kosovës. Në storien që kemi publikuar javën që shkoi, kemi bërë të ditur se rruga Shqipashnic-Desivoj-Stërstejn në Kamenic, e cila është e gjatë 10 kilometra, është asfaltuar nga qeveria e Kosovës, ndërka që rreth 7 kilometra të saj mund të preket nga ndërtimi i digës. Projekt ky i kahmotshëm. Ne kemi shty projektin, ka kalu disa etapa edhe në institucionet e ministrisë dhe në qeveri dhe është pranu dhe ka fillu puna ka instancat qeveritare të pushtetit lokal dhe të Ministrisë së Mjedisit atëherë edhe kanë qenë të informuar dhe kanë pas raporte të shkruara. Një gjë të tillë na ka konfirmuar edhe drejtori për zhvillim ekonomik i kësaj komune në storin e kaluar. Kemi mund diskutu me banorët e fshatrave për radhë që duhet më konë një bypass, meqense tu ka vazhdimisht frekuentim të veturave të bizneseve në altë, kjo ndikon edhe të bizneset për rreth. Tash na kena bërë si kërkesë, të mëna komunës edhe banorëve që ku të bllokohet që kjo zonë e pendes, më konë domon bypassi që prap kjo pjesa deri në kufi më konë e frekuentuar. Domon një rrugë e re, që domon është si këto si rrafshnal, domon ka domon mundësi të mira. Po kjo ndërpret tani vazhdon të pjesa deri në kufi. Sa kilometra? Po dikon që kjo nëse zgabon jo 70 kilometra. I bjen me ndërpret. Lidhjen mes Desivukatnit. Po, edhe Shqipashnic e afërm, Pas publikimit të ulëmtimit të nacionales për asfaltimin e rrugës në këtë zonë ku planifikohet diga Desivojsës, ka reaguar Banka Botërore, e cila është një nga mbështetësit kryesor të projektit. Nacionalja javën që shkoi kishte pyetur Bankën Botërore se a janë në dieni për shtrirjen e saktë të rrugës së përfunduar në raport me lokacionin e planifikuar të digës. Në një përgjigje të dhënë për Gazetën Nacionale, Banka Botërore ka konfirmuar se po e mbështet përgatitjen e projektit të digës, përfshirë këtu studimin e fizibilitetit dhe vlerësimin mjedisor e social. Përveç kësaj, Banka Botërore gjithashtu thot se përgjegjësia për investimet infrastrukturore i takon institucioneve të qeverisë së Kosovës, dhe se pyetjet e nacionales ua ka përcjell ekipit qeveritar që menaxhon projektin. Ju lutem, vini re se përgjegjësia për planifikimin dhe zbatimin e investimeve infrastrukturore, si dhe adresimin e pyetjeve që lidhen me to, i takon institucioneve përkatëse të qeverisë Kosovës përmes ekipit të menaxhimit të projektit. Në përputhje me këtë, ne kemi ndarë kërkesën tuaj me PMT-n dhe zyrtarë të tjerë qeveritar, të cilët janë më të përshtatshëm për të adresuar çështjet e ngritura në letrën tuaj. Ekipi i Bankës Botërore do të vazhdojë të monitorojë aktivitetet e përgatitjes që po mbështeten në kuadër të projektit. Përveç kësaj, Gazeta Nacionale ka një javë që ka dërguar pyetje tek Ministria e Mjedisit dhe tek ajo e Infrastrukturës për të kuptuar më shumë në lidhje me këto dy projekte, por të njëjtat ende nuk kanë kthyer përgjigje. Por pyetja ngritur nga Gazeta Nacionale vazhdon të mbetet e njëjta. Pse u investuan miliona euro në një rrugë nëse projekti i digës në të njëjtën zonë ishte i njohur prej vitesh, dhe nëse rruga duhet të zhvendoset, kush do ta paguajë rrugën e re?